Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, me video të radhës, me rëfime të radhës, që në fakt ky rëfim që do të sjell, do kisha dashur që të marr mendimin tuaj, do t'ju shokon ju ashtu siç më shokoi mua. Bëhet fjalë për një jetime, të cilën e ka rritur xhaxhai, nuk është në moshë goxha të madhe, por është në moshën që duhet jetë e pavarur, por xhaxhai dëshiron të bën një fejesë të padëshiruar nga ana e vajzës në fjalë dhe ajo këtë shqetësimin, këtë dhimbje që ka, e ka ndarë në këtë letër. Nuk e di nëse dikush do ta lexojë ndonjëherë këtë rrëfim apo do ta ndëgjoj deri në fund. Por unë po shkruaj sepse zemra ime nuk mban më. Jam vetëm 22 vjeçe. Dhe ndonjëherë më duket sikur kam jetuar një jetë më të rëndë se shumë njerëz të moshuar. Jam rritur pa nënë e baba. Kur isha vetëm 7 vjeç, baba i humbi jetën në një aksident në punë. Nëna ime nuk e përballoi dot. Nuk e përballoi dhimbjen edhe pas 2 vitesh u sëmur dot. Më kujtohet ende nata kur më shtrëngoi dorën në spital edhe më tha: "Mos lejo askënd të ta shuaj zemrën bija ime." Atëherë nuk e kuptoja se çfarë donte të thoshte. Sot e kuptoj çdo fjalë të saj. Pasi mbeta jetime, më mori xhaxhai në shtëpinë e tij. Në fillim mendoja se Zoti më kishte hapur një derë. Gruaja e tij më përqafoi fort. Kushërinjët më buzëqeshën dhe unë besoja se do të gjeja familjen të cilën më mungonte. Por vitet ndryshuan gjithçka. Sa më shumë rritesha, aq më shumë ndjehesha si bar në atë shtëpi. Nuk më thërisnin kur në tavolina me ta. Haja pasi mbaronin të gjithë. Rrobat e mia ishin gjithmonë të përdorura. Kurse vajza e xhaxhait vishej si një princeshe vërtet. Unë heshtja sepse nuk kisha se ku të shkoja. Çdo natë flija me mendimin mjafton të kem një çati të vogël. Por nuk e dija që një ditë do më kërkonin edhe jetën time. Gjithçka nisi para 6 muajsh. Një mbrëmje xhaxhai më thiri në dhomë, zëri i tij ishte super i ftohtë. Bi, je rritur tashmë. Kemi gjetur një burr të mrekullueshëm për ty. Në atë çast më drodh zemra. Nuk dua të martohem ende, i thash me zë të ulët. Ai goditi tavolinën dhe më kthye: "Nuk të pyesim nëse ti do." Në atë moment ndjeva sikur po më merrej fryma. Burri ishte mbi 40 vjeç. Jeton në fshat. Kishte qenë i martuar më parë dhe njerëzit flisnin gjëra të këqija për të. Unë as nuk e njihja, e kisha parë vetëm një herë nga larg dhe mënyra si më shikonte, mua personalisht më tmeronte e mënyrë. Por për xhaxhin kishte rëndësi vetëm një gjë: parat. Më vonë dëgjova rastësisht gruan e tij duke thënë: "Po na jep shumë lek për vajzën." Për vajzën, jo për mua. Në atë shtëpi nuk isha njeri, isha vetëm një problem që në të vërtetë duhej larguar. Atë natë qava deri në mëngjes. E mbaja fotografinë e nënës në dorë dhe i flisja sikur ajo mua më dëgjonte.
Më fal mama, i thoja, nuk e di se çfarë të bëj. Ditët kalonin dhe presioni bëhej më i rëndë. Më hiqnin telefonin, nuk më linin që të dilja vetëm. Madje gruaja Xhaxhait fillonte edhe të më thoshte, mos ndëro kot, vajzat jetime nuk e zgjedhin fatin. Imagjinoni. Ajo fjali mua më vrau, sepse për herë të parë fillova ta besoja. Ndoshta vërtet nuk vleja sa të zgjidhja vetë. Një pas dite, dola fshehur azino bord dhe takova shoqen time të vjetër. Nuk e kisha parë prej muajsh. Ajo sapo më pa në sy kuptoi gjithçka. Zemër, çfarë po ndodh me ty? Nuk durova më, fillova të qaja. I tregova gjithçka. Ajo më kapi duart edhe më tha, nuk je slave, nuk mund të martojnë me detyrim. Por unë kisha frikë, kisha shumë frikë. Nuk kam askënd tjetër, i thash, nuk kam se ku të shkoj. Ajo heshti për pak dhe pastaj më tha diçka që mua realisht ma ndryshoi jetën. Ka njerëz që ndihmojnë vajzat si ti. Vetëm të lutem, mos u dorëzo. Për herë të parë pas shumë vitesh brenda meje u ndos një dritë e vogël. Po feri sa po kishte filluar. Një javë më vonë erdhën njerëzit e burrit në shtëpi. Kishin sjellë dhurata, ëmbëlsira dhe flisnin për dasmën sikur unë të mos ekzistoja fare. Më veshën me një fustan dhe më nxorën para tyre. Ndjehesha si një lloj sendi. Burri më shikonte pa ndalur, pastaj tha, vajza është e qetë, më pëlqen. Doja të bërtisja, unë nuk jam send që blihet, por zëri nuk më dilte. Atë natë dëgjova Xhaxhin duke numëruar para dhe atëherë kuptova të vërtetën. Ai nuk po më martonte për të mirën time, por po më shiste. Kalova net pa gjumë, mendoja të ikja, por friksohesha çfarë do të bëhej me mua. Një vajzë jetime, pa para, pa familje. Por çdo ditë që afrohej data e dasmës, zemra më bërtiste fort. Nëse nuk ikën tani, do humbësh jetën tënde përgjithmonë. 2 ditë para fejesës ndodhi diçka që nuk do të haroj kurrë. Gruaja e Xhaxhit hyri në dhomën time dhe më gjeti duke qarë. Në vend që të më përqafonte, ajo më tha mua, mos haro, ne të kemi rritur, na ke borxh. Borxh. A i ka borxh një jetim dashurinë që nuk e mori kurrë? A i ka borxh jetën e vet? Ajo natë ishte nata më e errët e jetës time. Mora fotografinë e nënës, disa rroba dhe dola nga dritarja, nga dal pa bërë zhurmë. Zemra më rikte fort, aq fort sa mendoja se do zgjoja gjithë lagjen. Jashtë po binte shi. Ecja pa ditur se ku po shkoja. Vetëm larg atij fati, telefonova miken time duke u dridhur. Ajo erdhi me një herë kur më pa të lagur në mes të rrugës, më përqafoi. Nuk je, tha vetëm. Dhe unë shpërtheva me lot në sy si fëmijë. Sot kanë kaluar disa muaj. Jetoj në një vend të vogël, punoj dhe mundohem të rindërtoj jetën time. Nuk është e lehtë. Ka net kur ende zgjohem me trombur, ka ditë kur më mungon nëna aq shumë sa me zi marr frymën. Por kam kuptuar diçka të madhe. Të jesh jetime nuk do të thotë të mos kesh vlerë. Askush nuk ka të drejtë të marrë jetën, ëndrat apo zemrën, vetëm sepse je e dobët ose je e vetme. Por mbi të gjitha, tani ato më kërcënojnë që unë të fejohem prapë, thot, por nuk e di se çfarë të bëj. Çfarë mendimi keni ju për këtë ngjarje? Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë historinë e radhës. Sot do të ndaj një rrëfim tepër të tmerrshëm. Një rrëfim që në fakt po më trondit dhe po më shokon nga ajo që unë po dëgjoj dhe nga ajo që unë do të sill tek ju. Po flas për një dashuri të ndaluar, një dashuri realisht të tmerrshme që po ndodhen në një çift shqiptar. Nuk e di nga t'ja filloj, këtë letër e ka shkruar gruaja në fjalë. Ka net që rizgjuar deri në mëngjes duke qarë në heshtje. Ndërsa burri im fle pranë meje, pa e ditur, se zemra ime nuk është më vetëm e tij.
Dhe kjo është gjëja që po më vret çdo ditë e nga pak. Unë jam një grua e martuar. Kam shtëpi, kam familje, kam një burr që më respekton dhe mundohet të mos më mungoj asnjë gjë. Nga jashtë dukemi si çifti perfekt. Njerëzit na kanë zili. Kur ecim në rrugë na thon sa bukur ju ka ecur martesa. Por askush nuk e di çfarë stuhie kam brenda vetes time. Gjithçka nisi para 2 vitesh. Atëherë nuk po kaloja mirë me burrin tim. Nuk ziheshim shumë, por mes nesh kishte rënë një heshtje. Ai punonte gjithë ditën. Vinte në shtëpi I lodhur, hante bukë dhe flinte. Nuk më pyeste më mua se si ndjehem unë. Nuk më shikonte më në sy si dikur. Nuk më përqafonte më pa arsye. Dhe fillova që unë të ndjesha e padukshme. Një ditë në punë erdhi ai. Nuk dua t'ja përmend emrin sepse edhe sot kur e dëgjoj emrin e tij më dridhet zemra. Ai ishte burr I martuar. Kishte 2 fëmijë. Në fillim flisnim vetëm për punë. Pastaj filluam të qeshnim bashkarisht. Ai më dëgjonte. Mbante mend gjërat që unë I thoja. Më pyeste nëse kisha ngrënë, nëse isha lodhur, në thelb pse dukesha unë e mërzitur. Për herë të parë pas shumë viteve, ndjeva si kur dikush po më shikonte me të vërtetë. E luftova shumë atë ndjenjë. I thosha vetes se nuk është e drejtë, je grua e martuar. Por zemra nuk pyet gjithmonë për drejtsinë. Një mbrëmje mbetëm vetëm në zyrë. Po binte shi. Dritat e qytetit dukeshin në xham dhe ai po më fliste për jetën e tij. Më tha se edhe martesa e tij ishte ftohur, se ndihej I vetmuar, se kishte vite pa qenë I lumtur. Dhe atë natë ndodhi diçka që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë. Ai më preku dorën dhe unë nuk e largova. Që nga ajo ditë jeta ime ndryshoi. Filluam të takoheshim fshehurazi, një kafe pas pune, një shëtitje larg syve të njerëzve, pastaj mesazhe natën vonë, telefonata të fshehta, kur zemra ime rihte fort sa herë që më shkruante ai. Por bashkë me dashurinë tonë, erdhi edhe frika. Kur kthesha në shtëpi dhe shihja burrin tim duke buzëqeshur, padyshim në sy më coptohej shpirti. Ai nuk dinte asnjë gjë, më pyeste pse je kaq e heshtur kohët e fundit. Dhe unë e gënjeja. Kam filluar të jetoj me 2 fytyra. Një grua besnike për botën dhe një grua e humbur brenda vetes. Ka ditë që dua t'i tregoj gjithçka burrit tim. T'i them të vërtetën. T'i them se zemra ime është e ngatëruar. Por kam frikë. Frikën se si do shkatroj jetën. Frikën se do t'më urej. Frikën se do ta humbas gjithçka. Por edhe ai tjetri në thelb nuk është I lirë. Edhe ai ka familje, ka fëmijë. Ka një grua që ndoshta nuk e meriton këtë dhimbjen. Ndonjëherë pyes veten, a është kjo dashuri
apo është egoizëm? Sepse dashuria nuk duhet të lëndoj kaq shumë njerëz. Ka net që ai më thot, do të doja të kisha njohur më herët. Dhe unë qaj në heshtje, sepse edhe unë kam menduar po të njëjtën gjë. Por jeta nuk kthehet pas. Një ditë buri im më pa duke buzëqeshur teksa shkruaja në telefon. Më pyeti se me kë po flet. Dhe për një moment mendova se gjithçka mori fund. Mbeta pa frym, por prap gënjeva. Ai më besoi. Dhe ajo besim më vrau më shumë se çdo akuzë. Nuk jam krenare për veten. Nuk dua askush të më gjykoj pa e ditur sa bosh ndjehet një zemër. Kur mungon dashuria për vite të tëra, por prap e di se po bëj një gabim shumë të madh. Shpesh shkoj në banjo vetëm për të qarë që të mos më sheh buri. Më shikon edhe më thotë, a je mirë? Ndërsa unë buzëqesh me forcë. Nuk jam mirë. Jam një grua e ndarë mes detyrës së zemrës dhe mes familjes dhe ndjenjes, mes frikës dhe dashurisë. Ai buri që dua më thot se më dashuron, por nuk largohet nga gruaja. Dhe unë nuk largohem nga buri im. Atëherë çfarë jemi ne? Dy njerëz të humbur që po mbajnë gjallë një zjarr që digjet të gjithë dhe që i djeg në fakt të gjithë përreth. Ka momente kur dua të zhdukem, të iki larg ku askush nuk më njeh. Të mos gënjej më askënd, të mos kem më nevojë të fshej telefonin, të fshi mesazhet dhe të jetoj me ankth. Sepse tradhtia nuk është vetëm një veprim, tradhtia është një burg shpirtëror. Tani jetoj me frikën se një ditë gjithçka do të zbulohet. Një mesazh i gabuar, një telefonat, një sy që na sheh bashk. Dua të marr mendimin tuaj. T'ja them burit dhe të ikit të dashnori, apo të qëndroj me të. Në fakt kjo është qëllimi apo qëndrimi i kësaj gruaje. Dua të marr mendimin tuaj dhe unë.